Alba, me buzëqeshjen e saj karakteristike dhe stilin e drejtë dhe pa dorashka, i bëri Edit një nga ato pyetjet që vetëm ajo diti formuloj: a të pëlqen ky Big Brother apo ishe më mirë të tjetri? Apo mos ndoshta të mungon ndonjë vitamin në këtë shtëpi? Pyetja rasi Rufe në qetësi, dhe për një moment të gjithë kthyen kokën, sepse e dinin që kur Alba hap tema të tilla, ose del e vërteta, ose nis debati, e di, me natyrën e tij të qetë por me ato batutat që nuk i lë dot brenda, filloi të qeshte para se të përgjigjej. Vitamin më mungon, po. Vitamina B, tha ai, duke hedhur një sy nga të gjithë sikur donte të shite kush po e ndiqte shakan. Dhe ashtu si çdo herë, shtëpia shpërtheu në të qeshura, sepse Edi nuk e humb kurrë rastin të kthejë një situatë të thjeshtë në sken humori. Pas shakas, Alba vazhdoi me këmbënguljen e saj tipike: mirë më mirë, po më trego. Ky edicioni i Big Brotherit, a është për ty më sfidues? Më i bukur? Apo thjesht më ndryshe nga ai tjetri? Edi u mendua pak, pastaj foli me sinqeritetin e atij që nuk ka frikë të tregojë më shumë se duhet. Ai tha se çdo edicion ka energjinë e vet, dinamikat e veta, njerëz të rinj, konflikte të reja, misi të papritura. Në të kaluarën ndoshta ka pasur më shumë qetësi, ndoshta më shumë komoditet, por ky Big Brother i dha diçka tjetër, më shumë sfida. Më shumë testime të karakterit, më shumë situata ku ai nuk mund të qëndronte indiferent, dhe pikërisht këto gjëra, tha ai, e bëjnë një përvojë më të fortë dhe më të sinqertë, të mësohesh me ritmin e ri, me njerëzit e rinj, me atmosferën që ndryshon çdo ditë. Sa për vitaminën B, ai vazhdoi shakan duke thënë se në këtë shtëpi vitaminat nuk merren nga ushqimi, por nga energjia e njerëzve, dhe ndonjëherë ajo energji është e lodhshme, ndonjëherë e bukur, por gjithmonë të mban zgjuar. Ndonjëherë i mungon qetësia, ndonjëherë një zë i njohur nga jashtë, ndonjëherë rutina, por kjo është loja, të përballesh me mungesat dhe të gjesh mënyrën për t'i kaluar. Alba e